Në një fshat të largët, mes maleve dhe Baltës, kishte një komunitet të vogël musliman. Ishin të varfër, me pak të ardhura dhe me shumë halle të përditshme. Kishin zemra të buta, por asnjë xhami për t'u falur së bashku. Disa falnin në shtëpi, të tjerë nën hije pemësh apo nën qiell të hapur. Të gjithë thoshin, do ndërtojmë një xhami kur të kemi mundësi. Por një ditë, një burr i thjesht, pa shkollë e pa fjalë të mëdha, mori një gur nga një përrua aty pranë dhe e vendosi në një fushë të zbrazët pranë qendrës së fshatit. Të nesërmen, solli një tjetër gur. Ditë pas dite, pa e thënë askund, pa kërkuar ndihmë, pa pritur mirënjohje, ai vazhdonte të linte nga një gur. Një gur i vetëm çdo ditë. Në fillim, fshatarët e tjerë e shihnin dhe thoshin, ndoshta është një ide pa shpresë, por pas javësh e muajsh, ajo që dukej një grumbull pa formë, nisi të merrte një pamje. Një formë rrethore, e qëndrueshme, një vend që frymëzonte qetësi. Disa djemë të rinj i sollën disa dërrasa. Një tjetër solli një qilim të vjetër. Një plak tha, unë do lexoj ezanin nëse doni. Brenda disa muajve, aty u falën së bashku për herë të parë. S'kishte kupol, as minare, por kishte zemra të lidhura. Nuk kishte lostra, por kishte dritë që vinte nga lart. Dhe në hyrje, mbi një gur, njëri prej tyre kishte gdhendur me dorë. Kjo filloi me një gur dhe një qëllim të pastër. Mësimi. Jo gjithmonë nevojiten pasuri apo plane të mëdha për të bërë diçka të dobishme për komunitetin. Ndonjëherë mjafton një hap i parë, i heshtur, i sinqert, për të ndezur frymëzimin dhe besimin tek të tjerët. Allahu i do ata që veprojnë për të, pa u dukur.